Rusia mori fund atje, doli që Rusia kishte pasur akorde me kryengritësit dhe tashni po vazhdojnë të mbajnë ato baza që duhen, ka tërhequr trupat nga bazat që nuk ka liverdi të mbajnë kur ishin afër kurdëve, dhe tashni domethënë baza në Khmeimim, që është një aeroport dhe pranë Bregdetit mesdhe, aty domethënë Rusia është akoma prezente. Prandaj roli i Rusisë në lindjen e mesme është akoma goxha i fortë, por sigurisht që është i kondicionuar dhe goxha nga lufta në Ukrainë. Një aktivitet të Rusisë në lindjen e mesme dhe të afërme do të ishte më i madh nëse nuk kishte luftë në Ukrainë. Por, zot Puma, është më rrezikshme pra një sulm ndaj instalimeve iraniane, sigurisht që kjo do të kishte pasojë jo vetëm për Teheranin, por nga ana tjetër për gjithë lindjen e mesme. Mendoni se do të aktivizoheshin këtu aktorë të tjerë rajonal duke shndruar këtë krizë pra në një konflikt të hapur shumë palësh? Po, në qoftë se për shembull Irani do të godiste Izraelin, sigurisht që unë shikoj të mundshme që në luftë mund përfshiheshin për shembull vendet europiane, të tillë si Britania e Madhe apo NATO në përgjithësi. Nga ana tjetër sigurisht që Izraeli do të intensifikonte domethënë veprimet e veta. Nga ana tjetër Iranit besoj nuk do t'i dilte zot kush. Sepse Irani gjithsesi ata janë pers, nuk janë arab. Dhe pavarësisht nga domethënë besimet sunit apo jo sunit, ata janë le të themi kanë pasur divergjenca dhe konflikte edhe më përpara, domethënë me sauditët për shembull. Prandaj nga njëra anë Arabia Saudite tashmë e përkrah domethënë të drejtën e Iranit për vetë mbrojtje dhe nuk i ka lejuar domethënë hapësirën ajrore për përdorim të ushtrisë amerikane, për shembull në rast konflikti. Por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë që Arabia Saudite do të futej në luftë për Iranin kundër Izraelit apo larg qoftë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sigurisht që kjo është e pamundur dhe askush nuk guxon të futet në mënyrë të hapur në luftë me Amerikën. E qartë, mirë, zot Puma, rikthehemi tek Rusia dhe Ukraina, ndërkaq fjalimi i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në konferencën e sigurisë në Myni ishte një mesazh pra i dyfish, pra nga njëra anë shpresë për paqe, por edhe një alarm për presion dhe sigurisht në negociatat ndërkombëtare kompromisi është i pashmangshëm, por kur njëra palë ndjen se po i kërkohet të jap më shumë se tjetra, balanca pra politikisht prishet disi. Apo i kërkohet tashmë zot Puma Ukrainës të sakrifikojë territore ose sovranitet për të arritur një marrëveshje që ndoshta i shërben më shumë stabilitetit global se sa drejtësisë? Sigurisht që në luftë, në geopolitik dhe në mbar botën, gjithmonë në histori nuk ka pasur drejtësi kurrë. Gjithmonë, domethënë kartat janë ndryshuar, kufit janë ndryshuar me luftra, me viktima, me vrasje. Kjo është e tillë është le të themi natyra njerëzore ndoshta, që shoqëria njerëzore më saktë, jo se njeriu më vete është një mrekulli e natyrës, por vetë shoqëria njerëzore është e zhvilluar në mënyrë të tillë. Që nga kohët e lashta konflikti ka ndryshuar me forcë, por për fatin e keq. Tashti, për sa i përket Ukrainës, kërkesa e Rusisë është e tillë. Domethënë është e mirë, është e keqe, nuk më takon mua të logjikoj këtu pasi e kuptoni ku jam. Por nga ana tjetër, dua të them që duke pasur parasysh mundësitë që u hapën Ukrainës, sidomos 2 javë pas konfliktit, kur pothuajse gjithçka ishte vendosur dhe Ukraina nuk do të humbiste pothuajse kur këto territori që po humbet tani. Ishte gati paqja, ishte gati për të firmosur. Ndërhyn Boris Johnson me sigurisht i dërguar nga administrata e hershme e Bidenit, domethënë mbështetur nga Bideni, dhe situata kthehet në 180 gradë mbrapsh dhe fillon lufta më egër se më përpara. Pra, domethënë mundësia për të arritur paqen ishte. Tashmë situata është e tillë dhe është e tillë vërtet, domethënë shumë analistë, specialistë, domethënë ekspertë ushtarak kanë deklaruar gjithmonë që Rusia nuk ka asgjë për të ndërtuar. GDP-ja ruse është për tokë, fuqia ekonomike e Europës është 10 fish më e madhe se e Rusisë, është e vërtetë, është e tillë. Ekonomia ruse nuk është e fortë, por fuqia ushtarake ruse është e dyta në botë. Ky është fakt. Nganjëherë bëjnë gafa, nganjëherë bëjnë domethënë pësojnë disfata në qoftë se doni, por në fund të fundit ata arrin synimin e tyre në luftë. Dhe kur për shembull kjo është edhe
me historia, i ka mësuar 100 herë, por Europa nuk merr vesh nga këto gjëra, sepse historia ka mësuar që Napoleoni erdhi në Moskë, u dogj Moska, pastaj erdhi Rusi në Paris. Dhe ashtu edhe Hitleri, e njëjta gjë. Edhe këtu pati në fillim një zbrapsje të ushtrisë ruse pas sulmit të parë, pastaj pati tërheqje, po ka pasur edhe domethënë marrëveshje që për shembull në le të themi në rrethinat e Kievit ishte ushtria ruse në ditët e para të luftës, dhe me një marrëveshje të përbashkët pikërisht ato 2 javët e para, ata ranë dakord që tërheqin ushtrinë dhe të vazhdojnë bisedimet. Mirë, ndërkaq do të pumo, a mund të jetë SBA-ja realisht neutrale pranë në këtë proces, apo po kërkon ndoshta një marrëveshje që minimizon kostot e saj gjeopolitike, pasi Washingtoni luan një rol ndërmjetës, por njëkohësisht është edhe aktor kyç ushtarak dhe politik në konflikt? Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës po luan një rol të kyç, do të thonë, në bisedime mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe çuditërisht mund të duket, por Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë shumë pika, domethënë, që kanë rënë ujdi. Dhe kjo është në frymën, siç thotë dhe deklarojnë dhe në Kremlin, në frymën e Anchorage-it, pra të Alaskës, ku presidentët të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë ranë dakord për shumë pika, jo vetëm për çështjen e Ukrainës, por për shumë pika të rendit botëror ka të ngjarë, gjë që pastaj del në pahë me zhvillimet aktuale ndërkombëtare, por gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë presion dhe po vazhdojnë të bëjnë një presion të madh Ukrainës për të mbaruar luftën në këtë moment, pasi është momenti më i volitshëm. Ukraina nuk mund të diktojë kushtet e luftës kur ajo po humbet. Humbsin kur nuk dikton fatet e luftës. E qartë, mirë, zoti Pumo, për ta mbyllur, ndërkaq, raundi i ri i bisedimeve në Gjenev vjen pas takimeve konstruktive, por pa rezultate konkrete sigurisht. Mendonin se do të jetë ky një raund një kthes reale pra drejt paqes, apo vetëm një vazhdim i dialogut si herët e tjera, pra pa përmbajtje? Besoj që ky është një dialog i radhës, nuk do të ketë, le të themi, mendoj që nuk do të ketë të papritura të mëdha, do të diskutohet problemi i territoreve, dhe fakti që delegacioni rus u ndrua në vend të një shefi të shërbimit sekret ushtarak, tashmë do të shkojë Medinski, që është një, le të themi, ish ministër i arsimit, historian, etj. Pra ai është më tepër një teknokrat, domethënë, por që ka vërtet aftësi, domethënë, folse, ka sigurisht është i përgatitur, domethënë, nga ana e backgroundit, dhe ka mundësi që këto do të jenë më tepër çështje politike, ndoshta të shtrohen edhe çështje për shembull të respektimit të drejtave të pakicave kombëtare apo dhe shumicave kombëtare, siç janë rusët në Ukrainë. Nga ana tjetër, mund të diskutohet sërish për shkëmbimin e robëve të mëtej të luftës në mes dy palëve, pasi në takimin e fundit kur flitet që s'ka pasur sukses, në fakt ka pasur sukses të paktën në shkëmbimin e robërve 157 ushtar me 157 ushtarak, më falni. Dhe kjo të paktën është një prodhim i këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër kuptohet që pritshmëria amerikane flitet që është të rëndësishmohet paqja brenda qershorit, kështu flitet. Nga ana tjetër, rusët nuk janë kundër në llaf, por domethënë vazhdojnë të ndjekin politikën e tyre, domethënë që është me forcë apo me paqe të arrijnë të marrin Donbasin.